Prokuroria e posaçme i është drejtuar GKK-s me kërkesë për konfiskimin e pasurive të shtetasve Erion Kasmi dhe Julian Xhafa, vetëm pak ditë pas prishjes së vendimit të dënimit ndaj tyre dhe rikthimin për gjykim të çështjes. Kasmi e Xhafa po hetohen prej 2021-shit edhe për pasurinë, teksa akuzohen për mashtrim kompjuterik, grupi strukturuar kriminal dhe organizat kriminale. 22 pasurit e sekuestruara më herët të bosit të call centerave, dhe që tani kërkohet konfiskimi i tyre kapin një vlerë prej 1.9 milion euro dhe 33 milion lekë të reja. Bëhet fjalë për llogari bankare, 8 apartamente, një vilë 3-katëshe, një subjekt tregtar, një njësi, 5 garazhe, 5 pemtore, 4 prej të cilave në Borshë të Sarandës dhe vlera monetare prej 588.000 euro dhe rreth 20 milion lekëve të rinj. Për shtetasin Erion Kasmi, vlera e pasurive të paluajtshme sipas kontratave është 1.108.920 euro dhe 13.300.000 lekë. Vlera e pasurive të paluajtshme sipas kontratave për shtetasin Julian Xhafa është me vlerën e 240.000 eurove. Kjo lëvizje spak vjen vetëm pak ditë pasi gjykata e posaçme e apelit prishi vendimin për dënimin e Erion Kasmit dhe 12 të pandeurve të tjerë për dosjen e call centerave, duke rikthyer sërish çështjen për rigjykim në GKK me trup tjetër. Erion Kasmi ishte dënuar me 11 vite burg dhe në aplikim të gjykimit të shkurtuar zbriste në 7.4 vite, ndërsa Julian Xhafa me 10 vite, 6.8 me gjykim të shkurtuar, të dy ankimuan dënimet.